jeni në studio ose na jemi në studio e ju jeni në përvetura ose kudo që jeni duke na dëgjuar ose online kthehemi për me diskutu diçka shumë interesante edhe të vlefshme për ne si shoqëri në kuadër të përpjekjeve për parandalimin e HIV-it në Kosovë. Është një prej arritjeve më të rëndësishme të viteve të fundit që fillon me ofrimin e terapisë PrEP që i bjen profilaksë para ekspozimit e cila mundson personave me rrezik të lartë të infektohen me HIV që të mbrohen në mënyrë efektive përmes një trajtimi të sigurt dhe të qasshëm. PrEP është një investim i realizuar përmes grantit të fondit global dhe është rezultat i partneritetit të ngushtë ndërmjet fondit për zhvillim komunitar SDF, organizatës CSGD, fondit global dhe Ministrisë së Shëndetësisë që së bashku kanë kontribuar në ngritjen e kapaciteteve institucionale dhe në sigurimin e qasjes të barabartë për këtë shërbim parandalues. Për më fol më gjerësisht rreth kësaj terapie, rëndësinë e saj dhe ndikimin që ajo ka në përmirësimin e kujdesit shëndetësor publik në vend, në këtë intervistë kemi të ftuar doktoreshën Edona Dobroshi Deva, e cila është specialiste e shëndetit publik dhe magjistre e menaxhmentit në shëndetësi me mbi 20 vjet përvojë në menaxhimin e programeve në fushën e HIV-it dhe AIDS-it, e cila ka një uri të gjerë në sistemin shëndetësor, politikat e shëndetit dhe planifikimin strategjik, ku sot në këtë intervistë do ta ndaj përvojën edhe perspektivën e saj profesionale mbi PrEP-in dhe përfitimet që i sjell për komunitetin në Kosovë. Përshëndetje, mirëdita ose mirëmbrëma, themi kështu se është kjo pika e ditës mirëmuzgu, ku nuk e di më është nata, është përfunduar dita, por është një fat muzgu interesant. Përshëndetje, mirë se erdhe në Urban FM, kënaqësi me pas këto. Përshëndetje profesoresh. Mirë se ju gjej, vjen mirë që jam sot me ju këtu, është kënaqësi që të flasim për diçka që është risi në këtë vend, po edhe që është në një farë mënyre ardhmërie parandalimit HIV-it, jo vetëm Kosovë, po në gjithë botën. Do të flasim dal nga dal prej fillimit që me mujt me kuptu krejt ata që po qëndrojnë me ne, krejt ata që na dëgjojnë dhe ata që kanë me na po, me mujt me e kuptu se çka për një me është medikamenti i profilaksës PrEP edhe si funksionon në parandalimin e HIV-it. Ndoshta para se me fillu me folë për medikamentin, ndoshta është mirë për ata që na ndëgjojnë pak me i përkujtu çka është HIV-i. Të nisim krejt prej bazës A. Do me thonë, HIV-i është një virusi i imunodeficiencës humane, i cili unë e konsideroj si virusin më të mençur ndonjëherë që e ka zbulu njerëzimi, sepse HIV-i kur depërton në trup, depërton brenda në qeliza, i shkatron qelizat imunitare, të ashtu quajturat qeliza T, hyn brenda, përzihet me materialin gjenetik dhe fillon me e riprodhu vetën. Për atë po e them që është virus i mençëm sepse depërton deri në materialin gjenetik të qelizave, dhe më thonë njeriut, edhe fillon me e shumëzu vetën dhe i sulmon matutje qeliza tjera, duke ul imunitetin e organizmit edhe duke bën të ndjeshëm për shumë sëmundje, të i përfshi edhe disa karcinoma të ralla, që mund të çojnë deri në AIDS apo deri në sindromën e imunodeficiencës humane, që është stadi më i avancuar i infeksionit. Stadi final, nëse mundem me thonë kështu. Qysh përhapet HIV-i? HIV-i përhapet përmes disa rrugëve. Mundet me u përhap përmes marrëdhënieve seksuale me persona të cilët janë të infektuar, do të thonë duhemi me theksu gjithmonë që personi duhet me qenë infektuar për me mujt me u infektu dikush tjetër. Përmes transmisionit prej nanës te fëmiu nëse nana është e infektume, do të thonë gjatë shtatzanisë ose gjatë gjithdhënies apo gjatë lindjes, do të thonë procesit lindjes, edhe me transfuzion të gjakut që është, do të thonë, shumë e rrallë, te na nuk ka ndodhur kur për shkak se gjaku është i sigurt në Kosovë. Qysh prej momentit kur është shfaq infeksionin në botë, gjaku ka qenë gjithmonë i skrinuar për këtë sëmundje.
dhe përhapet edhe përmes materialeve shpuse, domethënë gjilpërave apo materialeve tjera shpuse, të cilat kanë qenë në kontakt me gjakun e personit infektuar. Domethënë kjo është me rëndësi me ditë se si përhapet HIV-i, edhe cili është roli i medikamentit apo i profilaksës në parandalimin e infekcionit me HIV në organizëm. Profilaksa nënkupton të gjitha përpjekjet ose mjetet të cilat vinë në veprim për ta parandaluar një infekcion, çfarë do qoftaj. Domethënë se profilaksa është një term shumë i gjanë, edhe ka profilaksë edhe për sëmundje tjera infektive. PrEP-i, domethënë medikamenti nuk quhet PrEP, po quhet vetëm metoda e mbrojtjes. PrEP-i është një profilaksë e cila e parandalon depërtimin e virusit në qeliza, domethënë e parandalon qatë shumëzimin apo replikimin e virusit, sepse ky medikament e nal virusin para se me hynë në qelizë. Edhe shkatron edhe pamundson zhvillimin e tij. Për atë arsye konsiderohet si medikament shumë efikas, i cili e siguron një kvalitet të jetës. Megjithatë, do thot, edhe pse është medikament, e siguron një kvalitet të mirë të jetës edhe një siguri për personat për të mbrojtur nga infeksioni me HIV. Por PrEP-i nuk mbron personin nga infeksionet tjera, qoftë ato që përhapen përmes kontaktit seksual, qoftë ato që përhapen, do thot, përmes gjakut, si rastit e përdorues të drogave injektuese që mujnë më infektu me hepatite virale, këto nuk i parandalon PrEP-i. PrEP-i është ekskluzivisht vetëm për virusin e HIV-it. Po. Për këtë arsye, për ata të cilët janë më në rrezik dhe nuk janë të gjithë në rrezik, do të thotë më në rrezik janë persona të cilët janë të vetëdijshëm që partneri ose partnerja e tyre është infektuar me HIV. Por që kanë marrëdhënie të pambrojtura seksuale, e të pambrojtura e nënkupton edhe kondomin këto, domethënë prezervativin. Janë personat të cilët kanë infeksione seksualisht transmisive, sepse HIV-i e gjen atë terrenin më të papërshtatshëm edhe më të ndjeshëm, personat për shembull që kanë sifilis, personat që kanë gonore, personat që kanë sëmundje tjera që bartën seksualisht, janë më të ndjeshëm ndaj infeksionit me HIV, kështu që edhe ata hynë në këtë grup. Personat që kanë kontakte seksuale me partner, për cilët dinë shumë pak, domethënë që as nuk e dinë cili është statusi tyre, a është pozitiv a negativ për HIV. Te përdorues të drogave injektuese, të cilët shkëmbejnë shiringa ose gjilpëra me persona tjerë, për cilët e dinë ose nuk e dinë që e kanë HIV-in. Dhe janë populatat, në përgjithësi disa populata apo subpopulacione të cilat janë më të ndjeshme edhe ndaj HIV-it, po edhe ndaj infeksioneve tjera, dhe këtu hynë personat e komunitetit LGBT, ekskluzivisht do të thotë meshkuj që bëjnë seks me meshkuj dhe transgjinorët. Janë këto disa grupe të cilat munden me qenë më në rrezik dhe për cilat rekomandohet me marrë PrEP-in. Jo gjithkush ka nevojë me marrë PrEP-in, po edhe një herë po e përsëris, PrEP-i është mirë që të merret edhe me mbrojtje tjetër, në mënyrë që ta arrijë atë efikasitetin e 100%, pra me përdorim të kondomit. Ose në rastin e personave të cilët injektojnë droga, domethënë ata duhet të përdorin gjithmonë mjetet sterile. Edhe ekskluzivisht i përdorin vetëm, të mos i shkëmbejnë. Kjo është ajo që e siguron një mbrojtje. Tash po du më ndërlidh dhe këto me një pikje tjetër, të e pa PrEP-in që tash mënët është si shërbim në Kosovë, që çfarë periudhe është në shërbim në Kosovë, që sa mënën qytetarët me ardhë dhe me marrë si shërbim? Po shërbimi ka fillu në klinikën infektive në qershor të vitit të kaluar. Edhe
ka pas shumë pak them ashtu reagim ose përgjigje njerëz të interesim të vogël. E çka e bën kjo interesimin, çka e bën, a e bën ndoshta marrja kampanjat vetëdijsuese? A është mungesa e asaj ose është mungesa e asaj që po mshet dikush të shku të e marrë të paragjykime të stigmës. Janë shumë faktorë, janë shumë faktorë. Mas pari duhet me investu në edukim, me thonë me ditë njerëzit që to informata që i thash unë i thash në mënyrën më të thjeshtë mundshme. Me ditë çka është HIV edhe çka ndodh, çka mundet me të ndodh nëse ka një pakujdesi të paqëllimshme, mundet me pas edhe të qëllimshme ndonjëherë. Po çka mundet me ndodh edhe çka bën prepi. Edhe njëherë harova me theksu që prepi sot konsiderohet si mjeti më efikas i parandalimit se deri në 99% nëse merret rregullisht edhe sipas përshkrimit e mbron prej HIV-it. Do të thonë mbi 99%, gati 100% e parandalon infeksionin. Do të thonë është koha shumë i sigurt në përqindje. Është shumë i sigurt. Edhe për atë thash që konsiderohet si një mjet i parandalimit i cili është ardhmëria e parandalimit HIV-it në Kosovë, sepse gjitha investimet edhe ndërkombëtare tash kanalizohen ka prepi ma shumë, normal edhe te përdorimi i prezervativëve, i kondomit. Ajo nuk është haru për një kohë gjatë dhe s'ka mu haru kur, se prej koknave të vjetra dhe përdoret kondomi. Dhe me thonë, po prepi është ardhmëria e parandalimit, edhe mendohet që prepi ka me ndiku shumë në uljen e prevalencës apo numrit të rasteve me HIV në botë, dikon deri në 2030 supozohet që ka me ullë në një shkallë shumë të lartë transmisionin edhe përhapjen matutje. Tash pra po mbjen me të ndërprej, që po mbjen me ndërprej, mirë po du me bu pyetje mas pyetje, nëse e dim një numër të personave ose a dihet një numër i personave që janë prekur me virusin HIV në Kosovë, edhe a ka pas evoluim te ata persona të paktën me ardhë dhe me marë prepin. A ka pas ose te persona tjerë. Personat me HIV nuk marrin prep, ata marrin terapi. Okej, do të thonë ata është gjithashtu shumë efikase. Okej, ata kanë një terapi të veçantë, mirë, po personat që janë ndoshta në kontakt me ta marrin prepin për me u mbrojt prej virusit. Po mendoj që mas pari është vështirë ndonjëherë, sepse nuk është veç ambienti dhe nuk është kjo veç në Kosovë, po është gjithkund, që njeri me zbulu që është HIV pozitiv, do me thonë me zbulu statusin e vetë të HIV-it është diçka shumë e zorshme. Edhe nuk ndodh shpesh, të na ndodh edhe ma rallë. Po sidoqoftë, për ata që janë në trajtim, që janë të infektuar dhe janë në trajtim e që marrin, do me thonë, këtë terapinë, dhe kjo terapia është një farë rocket science, sepse ull nivelin e virusit mundet me ull deri të pa detektueshëm. Edhe ekziston një farë barazimi undetectable, untransmissible. Do me thonë, ajo që nuk detektohet edhe nuk transmetohet. Do me thonë, nuk bërë. Bjan deri në qatë pikë, sa që, sepse edhe për mu infektu duhet me pas kogja sasit virusit në organizëm për me infektu dikon. Që me mujt me infektu. Edhe aty janë disa shkallë që qojnë deri te infeksioni. Po, mendoj që ata persona nëse e din statusin e partnerit ose partnerës, duhet me marrë prep. Do me thonë, duhet me u kujdesi për vetveten me parandalu, sepse kujdesi për vetveten është dhe kujdesi për të tjerët, që me parandalu transmisionin. Do me thonë, e bashk me prepin edhe duhet ko mas ko edhe me u testu. Do me thonë, me u testu për HIV, me shiqu
nëse ka ardhur deri te infeksioni ose nuk ka ardhur deri te infeksioni. Kemi pas disa raste të kampanjave shumë të mira që i kemi pa për testimin me HIV, për shembull në për disa parti që mbon në Prishtinë, ku për me mujt me hi mrena, është dashur nëse don me hi pa pagu, është dashur me u testu për HIV-in edhe ke mujt me hi mrena pa paguë. Shpresoj të mos jetë kushtuar ajo se testimi është vullnetar. Ajo nuk është e kushtuar, ajo është vullnetar. Nëse don mos me pagu biletën prej 15 euro ose 20 euro për me hy në event, atëherë e ki mundësinë me bë testin edhe në momentin që ti e bën testin vullnetarisht, atëherë mundesh me e marr biletën në fal, që është një kampanjë shumë e mirë, sidomos më u implementu tek të rinjt. Edhe të testimi ka një farë hezitimi, edhe kjo krejt lidhet me stigmatizimin e smundjes, domethënë me smundja ka një farë njollë shumë. Pse në shumicën e rasteve kur flitet për HIV-in thuhet që HIV është smundje seksualisht e transmetueshme edhe ajo vetë fjala seks ja shton atë stigmën. E mandej ekziston edhe ajo mos njohuria qysh përhapet, do thonë se nuk përhapet as me shtrëngim dorë, as me pi, me hongër bashk, as me najt bashk me dikon, do thonë edhe kjo mungesa, them ashtu, edukimit. Mungesa e informatës dhe komunikimi jo i mirëfillt mundet me ndiku që mos me pas interesim as me u testu edhe as mos me hy në prep sipas nevojës. Po mirë është që prepin e kemi në Kosovë, mirë është që ekziston vendi ku munden me marr. Hapat e parë kanë qenë shumë të vështirë. Në fakt ka qenë e vështirë shumë me ardhur deri te me pru terapinë në Kosovë, me i bind edhe institucionet, edhe profesionistët që me fillu me punu me ta. E tash që kemi prepin në Kosovë, a ka një farë analizë se qysh mundet me u pa e ardhmja e prepit në Kosovë, që me mujt njerëzit nashta edhe me u vedisua, dhe a ka një farë hapësire zgjerimit, përdorimit? Analizë nuk ka disa përpjekje sfundi prej Ministrisë Shëndetësisë. Nuk e di sa kanë me qenë efikase ato, sepse janë përpjekjet me i hap qendrat e prepit edhe në mjekësi familjare, do të thonë në qendrat e mjekësisë familjare në për Kosovë me zgjanu programin. Nuk kemi ndonjë komunikim të mirëfillt në CDF me Ministrinë e Shëndetësisë që me ditë se qysh ka mu funksionalizu kjo. Sepse sado që i hapen ato qendra, pa shoqërinë civile mrapa që ndoshta e ndihmojnë, navigojnë klientat ose personat e interesuar deri në këto qendra, ka me qenë shumë zor. Sepse po them është çaq shumë e stigmatizuar vetë smundja edhe terapia, sa që mi thonë dikujt, po që qëto është qendra prepit, hajtë shko ti që aty merre një prep, është shumë, është jashtë mendjes në Kosovë. Mundet me konë shokuse. Po, dhe me thonë, se cili person që donë me shku edhe në klinikë infektive e lyp një farë mbështetje që e merë prej, për shembull e përmendet ju CSGD-n, CSGD-n, dhe me thonë e merë mbështetjen prej punëtorëve të terrenit apo autriqave të CSGD-s, e ka një farë komunikimi me personelin shëndetësor në klinik, në mënyrë që të respektohet ajo privatësia. Me gjetë një rahati për me mujti me shku. Me gjetë një rahati, na jemi mundu me investu në klinik që me kriju kushtet që me urujt privatësia për konfidencialitet as që po flasë, sepse nuk kemi pas raste ku është cënu e drejta. Cënu, dhe me thonë, privatësia prej personelit shëndetësor. Kështu që e kemi një farë, besoj që edhe ata që po punojnë ose që kanë hynë në prep ose në terapi në klinikën infektive kanë një përvojë të mirë, shumë të mirë me personelin shëndetësor atje, do të thonë që mirë. Doktoresh, ata që dëshirojnë tash tutje me marr prepin edhe ndi nevojën e tyre, cilat janë disa hapa konkret që ata duhet me i ndjek për me mujt. Për me mujt me ardh deri tek kjo pikë. Shifni, qendra është e hapun 3 ditë në javë. Po nuk refuzohen edhe ata që vinë edhe ditëve tjera. Dhe me thonë, kjo është e mira asaj.
ekziston një numër I telefonit 038-512-512 që ekziston në klinikë infektive I cili mund të telefonohet edhe mund të kontaktohen ata persona, po edhe përmes organizatave jo qeveritare është bë kampanjë, do të thonë ekziston media sociale si mund të kontaktohen ata dhe të bëhet ai që e thash që ai navigimi deri te klinika infektive në mënyrë që të vim në kontakt me personelin shëndetësor dhe ta caktojmë terminin më të përshtatshëm kur mundemi me shku aty dhe me e diskutu. Do të thonë ekziston një farë protokolli, ekziston një farë procedurë standarde, ekziston një farë algoritmi, se s'është ajo veç po shkoj unë aty si mbaratore private, ami ti mua dhe unë po shkoj, po ekziston. E tash është mirë me ditë edhe ç'është funksionon. Do të thonë shkon të ofrohet testimi për HIV, të ofrohet testimi edhe për infeksione tjera, për sifilis, hepatit B dhe hepatit C. Të bëhet testi I kreatininës. Dhe me thonë, krejt këto janë me një prik test apo një test me një pik gjaku që merret. Nuk është ajo diçka që të merret gjaku prej venës apo nuk është që kime buon ai farë lloj testime shumë të thellë. Edhe bëhet testimi, para testimit laboranti I merr disa informata. Dhe me thonë, pyetjet, pse ke ardhur, çysh ke ardhur, pse mendon që I rrezikpuar e tjera, janë ato pyetje, krejt është anonime, ta kemi të qartë, është anonime, është e kodifikume, emën e mbi emën s'jep kërkush, dhe me thonë bëhet një kod për një klient, që të ruhet ajo privatësia, bëhet testimi edhe derisa pritet rezultati dhe ajo është test I shpejt apo test rapid, derisa pritet rezultati vazhdohet me këshillim. Do me thonë aty I marrin këshillat edhe për prep. Do me thonë ekziston mundësia e përdorimit prepit, ekziston mundësia kondomat janë aty në dispozicion, ka materiale informative të cilat derisa e pret rezultatin e testit mundet mi lexu. Edhe mandej nëse del negativ, do me thonë nëse testi I HIV-it del negativ, do me thonë s'ki HIV, edhe nëse prej diskutimit kuptohet që për shembull 48 orët e fundit nuk ka pas kontakt me një person për cilën dyshon, atëherë rekomandohet prepi, edhe atëherë vjen mjeku. Do të thonë edhe mjeku I tregon anët pozitive, e jep informatë për prepin, eventualisht nëse ka efekte anësore, çka duhet, qysh duhet tek, edhe pas kësaj e marrin një kuti tableta, do të thonë sasia 1 mujore, dhe pritet që çaj klient ose kliente të kthehet mbas 1 muaji, edhe pastaj e merr sasin për 2 ose 3 muaj. Do të thonë, nuk ki me ardhë çdo ditë. Edhe kjo është krejt në vazhdimsi. Nëse fillon, nëse e ke marrë për mrena 1 muajit, masanej mundesh me ardhë. Mas 3 muajve rekomandohet testimi apet, sepse nuk mundeni me qenë shumë të besueshëm nëse I ka marrë rregullisht. Do të thonë, mjeku nuk shkon me atë paragjykim se ti e ke marrë rregullisht terapin, po të pyet, do me thonë, po megjithatë, kjo është procedurë, nuk është veç te na, po është në krejt botën, rekomandohet testimi mas 3 muajve. Mandej nuk bëhet mo testi I kreatininës, nuk bëhen as teste tjera, do me thonë s'ka nevojë mo, edhe bëhet vetëm I HIV-it. E tash ekzistojnë edhe testet që quhen self-test, do me thonë edhe testet që nuk bëhen me gjak, po bëhen vetëm me pështym. Edhe ato teste në dispozicion në klinik, do me thonë edhe munden me I kërku pacientët, ose klientët, se atje I quajmë pacient në klinik, unë I quaj klient, kështu që munden me I kërku edhe ato teste, po sidoqoftë ajo përcjellja duhet me qenë e vazhdueshme,
Edhe gjithmonë duhet me pas parasysh që fillimisht vini mas 1 muji, e mandej vini mas 2 ose 3 mujve, ashtu qyshe përcakton mjeku, po, sepse ai e vlerëson nëse klienti është i besueshëm, edhe nëse me të vërtetë është i marrë çdo ditë ato tableta, edhe nëse ka nevojë për me ndërhyj. Do të thonë vlerësimin e bën mjeku. Po flasim këto tash edhe për këta profesionistë, stafin shëndetësor të cilët mirën me persona të cilët vinë aty, çfarë përvoje doin me pas? A doin me pas një përvojë shëndetësore të mirë, të madhe për me u marrë me krejt këtë punë? Ata janë të caktuar, po ata janë specialistë të smundjeve infektive, domethënë smundjeve ngjitëse. Edhe mjekët që punojnë në PrEP, për PrEP janë mjekë që punojnë edhe në reportin infektiv. Reportin për HIV/AIDS dhe smundje seksualisht transmisive. Do të thonë ata e kanë, mos them si subspecializim këtë pjesë. Edhe vazhdimisht merren me persona që jetojnë me HIV. Kështu që mendoj që është në rregull, do të thonë edhe jo mendoj, po në fakt edhe e di që është në rregull që merren ata. Po nëse Ministria don me zgjanu programin edhe në qendrat mjekësisë familjare, duhet më pas parasysh që ata mjek duhen me u trajnu mirë në këto çështje. Edhe duhet mu trajnu pak ma shumë në formën e komunikimit, sepse është shumë e rëndësishme forma e komunikimit, sepse nëse se ki një komunikim të mirëfill ty të hup kliente, edhe s'vjen më kurrë. Një mundësi tjetër për cilën jemi të luftu shumë, është që të ndrohen udhërëfyst edhe protokollet, ashtu që shë thotë edhe organizata botërore të shëndetësisë, që të mundësohet edhe shpërndarja në organizata që punojnë me komunitete. Kjo është një hap në cilin na duhet me punu në vitin e ardhshëm edhe në 2 vitet e ardhshme. Normalisht që këto shërbime duhen me qenë gjithashtu të përcjelluna prej mjekëve, po shpërndarja në komunitet mundet me qu deri te ngritja e nivelit interesimit. Jam të folë për tableta. E tash, zbulimi i shekullit është prepje injektues. Lena Kapaviri. Ndoshta e keni pa në për media, ka dal injeksioni për HIV, nuk është injeksioni për HIV. Po është PrEP injektues, që është afadgjatë që jipet 1 herë në 6 muaj. Edhe kjo është diçka që tash në përbot është bo edhe është quajt prej Medical Journal, Science dhe gjurnaleve tjera të mjekësisë, është quajt zbulimi shekullit, sepse nuk ka nevoj klienti me ardhë her pas here. Një herë në 6 muaj vjen, i merë 2 injeksione edhe është i sigurt. Edhe nuk testohet çdo 3 muaj, po testohet çdo 6 muaj, sepse studimet që janë bo kanë tregu që është edhe ma efikas se tableta. Do të thotë ka shumë më efekt edhe për periudhë edhe më të gjatë. Edhe më të gjatë. Janë disa injektues që janë 2 mujor, është një preparat tjetër edhe ajo është efikas, po ky 6 mujor që e ka patentu Gileadi, kompani farmaceutike, thama ashtu, shumë e madhe, është kjo e fundit e kanë aprovu edhe FDA në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe EMA në Evropë, edhe së fundi edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë bile i ka bo me një herë edhe udhërëfyst, që është duhet me apliku. Do të thonë është diçka që është shpresë edhe për ne, që ndoshta ka me pas interesim më të madh, edhe ndoshta ka me u bu një hap edhe më përpara në parandalimin e infeksionit me HIV. Kur jemi te na, a ekziston edhe injeksioni apo janë vetëm hapat si fillim? Te na veç hapat i kemi. Edhe është për me bu injeksionin,
Me programin e fundit global, se këshirë kjo është shumë e shtrajt, shumë është e shtrajt. Ajo që është brand, do me thonë, e Gileadit, dikun është $28,000 viti. Do me thonë, është shumë e shtrajt. Mirë po, Gileadi ka dhonë patentin, ja ka ofru disa kompanime farmaceutike për me bu generics, do me thonë materialin generik, edhe ato kanë lidhë marrëveshje me fondin global, do me thonë jam të folë për donatorin tonë, që me ofru këto deri në çmime $45. Do me thonë, për e sheh nësa është... $90 viti më salina i bjen. Mirë po, për këto duhet shteti me shprej interesim, edhe përmes fondit global me hy në listë të marrëveshjeve me marrë certifikatën, do me thonë të përmes Gileadit edhe kompanive farmaceutike si Motra që i ka autorizu ose i ka patentu, kështu që nevojitet një proces me shpreh interesimin. Edhe jemi në atë fazë ku me klinikën infektive me klinicist e kemi qunë pak pluhun, që do me thonë me botë mundshme që 2026 në Spaku Kosova me apliku për to. Me pas një interesim, një drejtim. Me pas një drejtim, e deri atëherë banat janë të sigurume. Do me thonë, banat i kemi të sigurume deri në 2027. Do me thonë, për tableta. E të kur jemi të tabletat, se falem pak për çmimet edhe më në kohë një konfuzitet të ata që po na dëgjojnë. A ka çmim për me i marrë tabletat? Jo, tabletat janë gratis. Gratis, do të thotë. Në fakt edhe ligji për shëndetësi i garanton edhe mjetet e parandalimit edhe terapin për HIV e garanton si gratis. Do thonë nuk paguhet kur gjë. As shërbimi i testimit nuk paguhet, as këto janë krejt janë pa pare, falas janë. Edhe besoj që kanë me metë kështu edhe për një kohë gjatë. Sepse s'ka llogari kur don me parandalu se kështu në HIV-i konsiderohet edhe sot e kësaj dite pandemi. Do të thonë është e përhapur në krejt botën, numri i rasteve në disa vende është ka rritet, nuk po dihet as pse po rritet, as qysh po rritet, po është ka rritet se ndoshta edhe përpjekjet për financimin e programeve kanë ra. Kështu që është një farë tentative që me e majt këto si të qasshme për të gjithë që janë të interesu. Dhe me thonë falas. Okej, doktor Resh, po më intereson ashta pak kështu edhe prej vetës me ditë se a ka ndonjë numër ose përqindje me ditë në Kosovë so është i përhapur HIV si smundje? Ato janë dhëna që jep Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik nëpër media sociale. Se u cek edhe që është rrit në për shumë vende edhe pse po dyshohet pse është rrit. Edhe të na është rrit edhe të na. Po unë nuk e marr si alarmuese se i kom pa disa komunikata edhe të institucioneve tona që është gjendja alarmante. Gjendja nuk është alarmante sepse Kosova hala metet vend që është shumë pak i prekur, e ka prevalencën e ulët HIV-it. Po numri i rasteve që po rritet figurativisht është në fakt përpjekjet edhe të OJQ-ve tona për me izbulu rastet sa ma heret për me u kyç ata në terapi. Do me thonë, edhe zbulimi i rasteve është ma i mirë, edhe raportimi është ma i mirë, kështu që për ata duket që numri është ma i madh. Se përpara këto përpjekje kanë qenë shumë të ulta, është kriju një farë mirëbesimi edhe në komunitetet të ndryshme që janë pak ma të rrezikume, kështu që i përmendet kampanjat e testimit, aty zbulohen rastet, edhe ato referohen në institut për më konfirmu, edhe me ato me njëherë hynë në terapi. Me thonë, me njëherë hynë në terapi për me mbajt nivelin e virusit sa ma poshtë, edhe me qenë sa ma pak infektiv. Kështu që nëse e keni pa në fund korrikut të këtij viti kanë qenë të raportuar me 19 raste të reja si vjet. Në ndërkohë janë raportuar edhe një numër pak më i madh i rasteve, do të thonë ndryshimi në krahasim me vitet e kaluara është, do të thonë që ka rritje të numrit të rasteve, edhe dikon 234 mdoket kanë qenë atëherë
komplet të raportume. Do të thonë ai eventualisht ky numër mundet më shku deri në 250, ndoshta deri në fund vitit. Në total të raportume prej fillimit të epidemisë në Kosovë. Po them edhe një herë, nuk është diçka që duhet me alarmu. Në fakt, duhet me alarmu institucionet pak me u vëdësu ata pak më shumë me u marr edhe me edukimin, që duhet me qeni targetum. Jo, po dal unë edhe po them hivi për hapet kështu, hivi s'për hapet kështu, jo, duhet me qeni targetum. Duhet me qenë, për ata janë organizatat jo qeveritare, për mu angazhu me komunitetet e tyne, edhe me ju spjegu sa ma mirë, pse qysh tek për hapet, edhe cilat janë mënyrat e mbrojtjes. Sepse kështu kur shkoni në komunikat përgjithësume, sot kampanja të përgjithshme nuk kanë efekt. Të smundjet infektive, të smundjet ngjitëse nuk kanë efekt. Do të me pas kampanja të smundjet jo ngjitëse, smundjet kronike, masovike, për shembull karcinomat, smundjet e zemrës, ajo ka efekt, sepse ato janë smundje që mbizotrojnë në çdo nivel në botë. Kështu që për smundje ngjitëse duhet me qenë shumë targetuar dhe duhet me ditë ku duhet me u fokusu komunikimi edhe informata. Edhe informata duhet me qenë shumë e thjeshtë, shumë e kapshme, komunikimi mitësor, do me thonë, o gjendje alarmante, hajde me u testu. Jo, se kërkush nuk të vjen. Do me thonë, është kjo një mënyrë të cilën une, po jo veç une, po edhe shumë kolegë me në botë nuk e rekomandojnë mo, sepse qëllimi është të ndryshimi i sjelljeve. Do me thonë, qysh me qatë komunitet për me ndryshu sjelljet, me qenë ato sjellje më të shëndetshme, jo mos me bo seks. Nalje bukën. Jo me abstenu, se kjo ka qenë kampanjë i hihi për para. Po thjesht me audit qysh duhet mu mbrojt edhe pse duhet mu mbrojt. Edhe kjo është mangësia ma madhe në vendin tonë që s'ka programet edukimit shëndetësor. Asë në shkolla, asë kërkor. Po shpresojmë që këto me pas kësi lloj programe edhe ma mërmenja që me paraqitje tilla, me paraqitje në këto me diskutime tilla, veç që rritet edhe vetëdijsimi në përkushtim për kampanjat e tilla. Doktoresh, nëse kemi lënë diçka pa përmend, atëherë më në shumë me na tregu mirë, po mdo këtë që jo kemi afru fundit. Në rregull se buj me folë dhe me ditë. Po. 20 e kusur vjet për voj. Normalisht. Po jo, veç po du me thonë që duhet shumë me investu në uljet stigmas. Stigmas ndaj smundjes, do me thonë, se ajo që nderit të diskriminimi, edhe mandej ajo mundet me nxit për hapje. Me thonë, kushdo që është i diskriminuar, mundet me bot kundërtën e asaj që në fakt lypet ose që do të duhej të bënte. Kështu që mendoj që edhe me këto kohëve të fundit, këto rrjetet sociale ndonjëherë e marrin kohën krejt ndryshe, edhe stigmatizojnë edhe komunitetet. Gjuha urrejtjes është e shprehur edhe ndaj komuniteteve, edhe ndaj smundjeve, do të thonë, është çështje shumë komplekse HIV/AIDS-i, edhe duhet në gjitha fushat në fushën e drejtave të njeriut duhet më punu shumë.